Në studion tonë bje bërë vazhdimisht. Këto zbukurimet e qytetit, na japin atmosferë. Ju duk po aq e bukur Tirana? Skenografia juaj është shumë e bukur. Përgjigje fantastike, diplomatike. Është merita e Blet Gërxhaliu. Megjithëse ka kristale bore, është shumë ka ngrohtësi nga njerëzit ose nga nuk e di. Ndërsa unë mendoj që bukuria varet shumë nga gjendja shpirtërore e qenies njerëzore. Nëse unë ndihem mirë, më duket çdo gjë e bukur. Nëse s'ndihem mirë, them Nëse e me nerva. Me nerva. Ose siç i thon ndryshe me nevra. Po, do me thënë, çdo njeri e përjeton të bukurën, mendoj unë, në bazë të gjendjes vet. Financiare, si ju dëgjova pak më parë, dhe shpirtërore. Po, ta shkosh ti Ornelën kur bënoi lek si është, fluturon. Të duket shumë e bukur çdo gjë. Ma ka mësuar dhe mua, mirë vet pa. Se vetëm për Tiranën s'foli njëri. Po flason, domethënë unë shikoj në dy këndvështrime, edhe si poet, po edhe si ekonomist. Si poet e shikoj bukur me kështu me ngjyra, me vezullim, me drita. Kurse si ekonomist mendoj sa është dash bashkisë që të investoj për t'i bërë gjitha, sa ka hyrë me drejtë sa të pa drejtë, filloj mendoj edhe filloj mërzitëm pastaj, kështu që më mirë filloj edhe aktivizoj të pjesën e poetit, se pak të nuk mërzitëm. Ai shikon vlerat e preventivave si ekonomist. Pastaj si poet shikon sa zgaravina. Mua mu duk isha gati të bëja një poezi në atë moment, po hyja në rrogë nërte një mikesha ime. Dhe doja të bëja një poezi qyteti zgaravinave. Një sekundë, Suela tha që ne varet se si ndihemi. Unë mendoj që Valentina që në momentin që ka zbritur, ka vënë këmbë në aeroport, dhe tani ka patur shumë stres e rrugës. Kështu që ndaj edhe të zhdukur, se unë vazhdoj, jam shumë e bindur që çdo njeri, ke parasysh kur themi ne edhe në një sofër këm krysh të jesh, po t'jesh me njerëzit e duhur, të duket çdo gjë shumë perfekte. Kështu që kjo tregon që situata po tash pas Japonisë si të më duket mua Tirana? Si mendoni ju? Si të duket para? Thuaj pra si të duket para. A ngjajmë në çik me Parisin apo duket si një qelizë e vogël, si ato amebat ose paramecët. Duan të zhvillohen kështu në qelizorët, ecën kështu në drejtime të paditura. Ta marr blokun të mbaja shënime. Në drejtime të paditura, njëra ndej njërë këtë një allakatjet me